Kështu e kanë pritur fadromën e inspektoratit të ndërtimor urbanistik kombëtar, pjesëtarët e familjes së Dushku, që do ushqejnë shtëpia për t'i hapur udhë rrugës së Elbasanit. Policia, e cila shoqëronte inspektorët e INUK, ka marrë në dorë situatën dhe i ka mundësuar fadromës që të rrafshojë dy godina një kançe pranë rrugës që do çon në varrezat e dëshmorëve. Familja e revoltuar dhe që kundërshtoi aksionin pretendon se është në proces legalizimi dhe i kërkon qeverisë të paktën një çantër ku të fusë kokën. Gjersën e kalamajve si e kanë bon me gjersë të ballit në Greqi, u kanë thaj e dhëmë që 25 vetë se e boj këtë shtëpi. Se zvite ma para shteti, se të vije sojtën ma prishke, ma pa gjuje. Këta kanë nërë më një palishë, nuk të ma prishin shtëpitë se për interesa nuk e di. Rezulton që kjo familje ka aplikuar për legalizimin e këtë objekti, rezulton që pasi ka bërë aplikimin, që të kenë marrë dokumentat shkresore me anë të cilave provohet që kishte filluar procedura legalizim dhe ky objekt do të legalizohet. Në çfarë viti? Vendimi për të legalizuar ky objekt është i vitit 2010. Megjithatë, forca e shtetit e përkthyer në uniforma blu dhe skrepin e fadromës ka vepruar pa dëgjuar këtë zëra ankues dhe ka lënë dy familje në rrugë të madhe, duke bërë se hir rënojave nga kopshti i mbetur jetim. Autoritetet e INUK kanë vijuar aksionin edhe në dy zona të tjera të Saukut, ku kalon rruga e re që lidh Tiranën me aksin e ri drejt Elbasanit.